Në shtëpi mbretëronte një zhurmë e përzierë emocionesh, zëra që vinin nga çdo cep, hapa që lëviznin pa pushim dhe kamera që regjistronin çdo frymëmarrje. Ishte një mbrëmje e gjatë, nga ato që duken sikur nuk mbarojnë kurrë, dhe secili prej banorëve po e përjetonte ndryshe. Koha dukej se ecte më ngadalë, sikur vetë shtëpia po i detyronte të përballeshin me ndjenjat që prej ditësh i kishin shtyrë mënjan. Bia rrinte ulur në divan, me gjunjët e mbledhur dhe duart e kryqëzuara fort. Syt i kishte të fiksuar në një pikë boshe, por mendja i ishte trazuar. Çasti kur kishte puthur lëndrimin i rrotulloi vazhdimisht në kohë. Nuk kishte qenë një puthje e planifikuar. As një lojë. Kishte qenë një shpërthim emocionesh, një nevojë e papritur për të ndjerë diçka reale, diçka që ta nxirrte nga konfuzioni i brendshëm. Lëndrimi, nga ana tjetër, po ecte ngadalë në obor. Ajri i freskët i natës nuk po i qetësonte mendimet. Fjalët që i kishte thënë bias i tingëllonin ende në vesh. Nuk kishte dashur ta lëndonte, por ndjente se duhej të vendoste kufi. Ai nuk ishte tipi që i merrte gjërat lehtë, sidomos kur bëhej fjalë për ndjenja. Për të çdo veprim kishte peshë, dhe ajo puthje e papritur kishte hapur një derë që nuk e dinte nëse donte ta kalonte. Ndërkohë brenda, Alba po përpiqej të mbante veten të fortë. Ajo kishte parë shumë gjatë asaj jave, kishte dëgjuar fjalë, kishte ndjerë shikime dhe kishte kuptuar më shumë se sa donte të pranonte. Momenti kur kishte vënë dorën para syve ndërsa Limi dhe Dolca putheshin, nuk ishte thjesht një gjest turpi apo bezdje. Ishte një mbrojtje. Një mënyrë për t'i thënë vetes se jo gjithçka që ndodh përreth duhet të futet brenda saj. Limi dhe Dolca, të shtrirë pranë njëri tjetrit, qeshnin ende, sikur puthja dhe kënga e tyre të ishin një revolt kundër gjithë tensionit që mbizotëronte në shtëpi. Ata nuk donin të mendonin për pasojat, për fjalët që do të thuheshin më vonë, për shikimet e heshtura që do t'i gjykonin. Për ta, ai moment ishte i gjallë, i sinqert dhe mjaftonte, koha kalonte. 5 minuta dukeshin si 15. Zërat u ulën pak nga pak, dhe secili u mbyll në botën e vet. Bia u ngrit nga divani dhe u drejtua nga kuzhina, thjesht për të pasur diçka në dorë, një gotë ujë, një justifikim për të mos u kthyer menjëherë te mendimet. Aty, përballë pasqyrës së vogël mbi lavaman, ajo pa veten ndryshe. Jo më vajzën impulsive, por dikë që po mësonte, ndoshta në mënyrën më të vështirë, si të përballej me ndjenjat. Pas rreth 30 minutash, gjithçka kishte ndryshuar pak. Jo sepse ndodhi diçka e madhe, por sepse secili kishte bërë një hap të vogël brenda vetes. Lëndrimi u kthye brenda dhe i hodhi një vështrim bias. Nuk foli, por shikimi i tij ishte më i butë. Alba u ul pranë tyre, e qetë, sikur kishte pranuar se jo çdo gjë mund të kontrollohet. Limi dhe Dolca heshtën, duke ndjerë për herë të parë peshën e asaj që kishin bërë. Ishte një mbrëmje e gjatë, një periudhë 30 minutëshe që për disa u duk si orë të tëra. Një mbrëmje ku puthjet, fjalët, heshtjet dhe shikimet folën më shumë se çdo debat. Dhe ndërsa dritat vazhdonin të ndriçonin dhe kamerat të regjistronin, ajo që mbeti më e fortë ishte fakti se, përtej lojës, përtej spektaklit, të gjithë ishin thjesht njerëz që po përpiqeshin të kuptonin veten dhe njëri tjetrin.